tepër shumë punë këtë ditë, analiza e rezultateve nga qendrat, na duhet ta shohim kontributet që kanë pasur fushatat nëpër komuna me rezultatin që kemi arritur, në mënyrë që sa më shpejt të fillojmë me fushatën për balotazhe. Andaj dje dhe sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet. Nisma e ka një përgjegjësi politike në këto rrethana. Në momentin kur ka me fillu bisedimet, kena me qenë prapë të përgjegjshëm, me qenë pjesë e tavolinës. Sigurisht në gjitha ato me gjitha ato kondita që i kemi pas në vazhdimsi. Pra nuk ka një zhvillim të ri që mundem me thonë që ka një vendimarrje të re. Po i presëm nëse krijon rrethana të reja, sigurisht që nuk besoj që është në interesin e vendit me prodhu edhe një situatë krize vazhdueshme, pra me pas përsëri zgjedhje kur po duket që edhe këto zgjedhje kanë goxha të lodhshme. Dhe themelimi i qeverisë nëse varet vetëm nga votat tona, atëherë sigurisht që në raport me përkrajen që do të kemi për krijim të institucioneve nuk ka kushte. Kemi pa kushti i vetëm është që sigurisht që në krye të kuvendit nisma nuk do të lejë të funksionojë një figurë e cila ka kriju një përçarje në vend, sa i përket rrethanave që ne i dim, domethënë raport me kryetarin aktual të zgjedhur. Në këtë drejtim besoj që mas sqarimit të kësaj pozite, edhe do të vazhdojmë me situatë të re dhe vendimarrje të re. Nisma e ka përgjegjësinë politike me qenë aty ku i duhet vendet. Edhe nuk ka asnjë arsye mos me qenë në tavolinë, sepse pa një tavolinë nuk ka një zgjidhje politike. Qeveria edhe mund të formohet nëse ki parasysh që ka disa parti që mund të futen në koalicion. Domethënë ne kemi prej partive të vogla, domethënë është Nisma, edhe kjo parti mund të futet në koalicion, por edhe kjo parti nuk i zgjidh gjitha problemet, domethënë nuk ka ndoshta numrin e mjaftueshëm të deputetëve, por si alternativë është domethënë edhe AKJ. S'ka lidhje diskursi domethënë në momentin e përfundimit të zgjedhjeve dhe tash edhe pas përfundimit të raundit parë të zgjedhjeve lokale, domethënë ato çka janë thënë më herët në politik harrohen dhe do të ketë negociata, domethënë ku do të përfshihen edhe zgjedhjet lokale, pra ballotazhi, dhe siç e dim domethënë partitë bëjnë marrëveshje shpeshherë ndoshta edhe të nënkuptuara në ballotazh. Dhe edhe kjo do të jetë pjesë e negociatave për formimin e qeverisë, kështu që ka mundësi që të futet AKJ në qeveri, ka mundësi, domethënë nëse ka ndonjë deputet që kalon në grupin e vetëvendosjes, ose pse jo edhe në grupin e Nismës apo kështu si deputet i pavarur që e braktis pra LDK-n apo PDK-n apo edhe AK-n, nëse ka deputet të tillë, atëherë nëse krijohet numri 61, kjo mund të jetë si opsion për formimin e qeverisë. Më mirë do të ishte për të gjithë, jo vetëm për koalicionin fitues dhe mandatarin për formimin e qeverisë, por për të gjitha partitë parlamentare. Do të ishte mirë që të paktën ndonjëra prej tyre të jetë pjesë e qeverisë, në mënyrë që të bëhet një qeverisje e cila do të ketë jetë gjatë aq sa do të ketë, po të paktën të ketë fillim të funksionimit të qeverisë dhe institucioneve tjera ekzekutive. Kam shpresë që do të gjendet një zgjidhje, sepse shumë pak duhet për të pasur një shumicë prej 61 për një qeveri fakicës.